Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Njoha një djalë online dhe në takim më doli babai im. Quhem Jonida, 24 vjeçe dhe nuk kam pasur ndonjëherë një jetë shumë sociale. Shpesh e gjeja veten të vetmuar duke kaluar orë të tëra në telefon dhe kompjuter, duke folur me njerëz që nuk do t'i takoja kurrë personalisht. Nuk e di pse, por bisedat online më bënin të ndihesha e dëgjuar. Një ditë një djalë me emrin Arsi më shkruajti. Nuk kishte foto të qarta, vetëm një siluet. Por mënyra si shkruante, mënyra si pyeste për ndjenjat e mia, më bëri të ndihem e veçantë. Nuk ishte flirt, nuk ishte çmenduri. Ishte një lloj ngushëllimi që nuk e kisha ndjerë kurrë. Bisedat tona zgjasnin orë të tëra. Më bënte të ndjeja se dikush më kuptonte pa paragjykime. Pas disa javësh ai sugjeroi të takohemi. Zemra më rihte fort, ndërsa ndjeja një shqetësim të çuditshëm brenda meje. Ai insistoi të takojmë në një lokal të qetë, një vend larg shtëpisë sime, dhe sytë e mi ishin të mbushur me pritshmëri. Kur arrita atje u përpoqja të mos tregoj emocion dhe nervozizëm. Por kur e pash atë, gjaku më ngriu. Para meje ishte babai im, një burr që kisha njohur gjithë jetën, por që kur nuk e kisha parë në këtë dritë. Fillimisht mendova se kisha gabuar vendin ose kohën. Truri im refuzonte të pranonte se ai ishte personi me të cilin kisha biseduar ditë e natë. Pamja e tij ishte e zakonshme, familjare, por çdo gjesti tim tregonte një rrjet mashtrimi të thellë. Ai kishte një botë që nuk e dija, një realitet online ku kërkonte vëmendje, ku krijonte lidhje emocionale me vajza të tjera. Ndërsa qëndroja aty, ndjeva një val neverie dhe tmerri që më mbuloi trupin. Nuk kishte asgjë të ndaluar, nuk kishte flirtim fizik, por fakti që gjithë ato biseda, gjithë ato orë intime të ndara vetëm mes nesh, ishin me dikë që unë e njihja kaq mirë, më shkatroi. Ai nuk e kishte kuptuar që po fliste me vajzën e vet, dhe unë ndjeja se isha bërë pjesë e një loje të dyfish të jetës së tij. Ditët që pasuan ishin të tmerrshme. Nuk mund të flisja më me të, por njëkohësisht nuk mund të harroja. Shkova në internet, lexova për psikologjinë e njerëzve që jetojnë dy jetë. Lexova histori të ngjashme, por nuk ishte asgjë që mund të më përgatiste për atë që kisha përjetuar. Një ndjenjë zhgënjimi, tradhtie dhe humbje mbështolli shpirtin tim. Gjatë javëve fillova të shikoja çdo gjë nga një kënd tjetër. Çdo gjest i babait, çdo mesazh, çdo buzëqeshje e tij për të tjerët filloi të merrte kuptim tjetër. Ai nuk ishte njeriu që unë njihja, por dikush që kishte fshehur një pjesë të madhe të vetes për dekada. Dhe ndërsa më bënte të dridhesha nga tmerri, më mësoi një gjë të rëndësishme. Nuk mund të besosh gjithmonë atë që sheh, dhe nuk mund të njohësh të gjithë realitetin e njerëzve që mendon se i njeh. Në fund vendosa të largohem. Nuk ishte faj askush, por nuk mund të rrija aty ku çdo gjë që mendoja ishte e njohur dhe ishte mashtrim në të njëjtën kohë. Ishte një përvojë që më shkatroi brenda, por njëkohësisht më mësoi të jem më e kujdesshme, më e fortë, më e vetëdijshme për marrëdhëniet e mia. Sot jam akoma Jonida, por më e qartë për botën dhe për fshehtësitë që njerëzit mund të mbartin. Jam e vetëdijshme se asnjëherë nuk duhet të vëmë lumturinë tonë tek një person apo tek një botë që ekziston vetëm në ekran.